me krenari dhe entuziazm të thellë ju mirëpres këtu në Prishtinë, kryeqytetin e Kosovës, teksa bashkohemi për konferencën ekonomike të majit 2025, pra sot qëndrojmë këtu në udhkryq të mundësive ku idetë takohen, partneritetet krijohen dhe themelojnë baza për një të ardhme më të begatë për vendin tonë. Prishtina ka qenë gjithmonë një qytet i rezistencës, i ambicjes, një qytet i inovacionit. Dikur një vend në kërkim të afirmimit në skenën ekonomike globale, e sot po shndrohet në një qendër të ndërmarrësisë, të investimeve dhe të përparimit. Jemi dëshmitar të një epoke të transformimit, ku bizneset lokale po lulëzojnë, partneritetet ndërkombëtare po forcohen dhe fryma e vendosmërisë na udhëheq drejt një epoke të re të rritjes ekonomike. Sot, shumë kompani nga e gjithë bota po e shohin Prishtinën si, po e thrasin secret ingredient, si një përbërës i fshet të suksesit të tyre dhe po i shvendosin selit e tyre këtu. Kompanit si Speaks, si Fresha, Geomedia, Celebrate, një numër i madh i kompanive këtu edhe që jeni prezent sot, edhe shumë kompanit të tjera me vende të ndryshme të botës, po e zbulojnë se kryeqyteti Prishtina ka balancin e duhur mes jetës edhe punës. E dim të gjithë ne që nuk është krejt e puna, duhet me pas faktikisht edhe një aspekt të jetës të mirë, të rekreacionit, për me e stimulu kreativitetin, inovacionin edhe me qenë edhe ndërmarrës më i mirë. Pra është një ekosistem i mrekullueshëm për inovacion edhe për sipërmarrësi. Edhe kjo është një ndër pikat kyçe ku edhe ne po fokusohemi që ta çojmë kryeqytetin.